Flas sot edhe për publikun lidhur me situatën e krijuar për investimin e zonës së Zvërnecit. Dhe dua ta nis me një mesazh të drejtë për drejtë për të gjithë ata që janë revoltuar dhe janë rreshtuar edhe kundër meje personalisht, pasi pan aktin e neveritshëm të tërheqjes zvarr të njërit prej protestuesve në Zvërnec. Ju kam dëgjuar, ju kam lexuar dhe ju kuptoj shumë mirë. Madje ju siguroj që në vendin tuaj edhe unë po njësoj do revoltohesha dhe do rreshtohesha kundër qeverisë dhe kundër kryeministrit sidomos. Sepse do të nduket e tmerrshme që disa roje private sigurie në sytë e policisë së shtetit tim, pas një gardhi me tela me gjëmba, të ulërinin si kafsh dhe të merrnin nga jashtë brenda një njeri në të drejtën e vet, ta tërhiqin zvarr nëpër plazhin e rrethuar, e pastaj policia të thoshte që i zvarritur ju fut vet në pronën private dhe në këtë mënyrë ta relativizonte dhunën, ndërkohë që duhet t'i kishte arrestuar aty në vend ata që e morën zvarr protestuesin. Ju mirë kuptoj dhe mbase duke pasur parasysh se çfarë kam bërë kur isha në anën tjetër të barikadës, do kisha bërë dhe më keq se ju. Po të më thoshin se ajo tokë është e shtetit dhe se shteti po ja fal të huajve. Madje kam vënë re se është përhapur gjithandej me shumë helm nga pas, edhe legjenda se shteti po ja fal atë tokë Izraelit për të sjellë palestinezët në Zvërnec. Po të më thoshin se aty janë futur ca rus që në bashkëpunim me oligarkët shqiptar po rrafshojnë zonën e mbrojtur dhe do ndërtojnë pallate. Po të më thoshin se ajo ishte zonë e mbrojtur dhe qeveria e hoqi nga mbrojtja për ta falur tek të huajt, që do vinë për të shkatruar biodiversitetin e zonës. Po të më thoshin se në vend të flamingove dhe të breshkave të ujit, aty do pastrohen parat e zeza të mafjas ndërkombëtare.